Jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking, në këto momente do të ndalemi në të tjera zhvillime, ato që lidhen me gjyqësorin, me SPAK, por jo vetëm. Në nisje do të flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur për shkak të konflikteve të pronësisë. Një i ri ka shkrumbuar 2 makinat e xhaxhait të tij, është shpallur në kërkim, ndërkohë që edhe nëna është vrarë, nëna e këtij djali është vrarë nga kunati disa vite më parë, një ngjarje që ka ndodhur në periferi të Tiranës. Për këtë dhe zhvillime të tjera, kam kënaqësinë të kem në studio avokatin Edmond Petre. Avokat, mirë se erdhët. Mirë se jeta. Në lidhje direkte do të na bashkohet edhe kolegja gazetare Aida Topalli. Aida, përshëndetje. Faleminderit që je në breaking. Përshëndetje Dafina, përshëndetje avokat, kënaqësi gjithmonë të jem. Dua ta nisim së bashku, Aida, cilat janë detajet më të fundit sa i përket këtij konflikti brenda familjes, por që në fakt duket se konfliktet datojnë vite më parë. Në fakt, Dafina, emri i Marius Xhepajt nuk është një emër krejt i padëgjuar edhe për ne si gazetar, por edhe për policinë e shtetit, pasi në vitin 2019 mamaja e tij është vrarë, konkretisht në 14 shkurt të vitit 2019, ajo ma e tij është vrarë nga xhaxhai i këtij të fundit, Dashamir Xhepa, aktualisht i dënuar me burgim të përjetshëm nga gjykata e shkallës së parë të rrethit gjyqësor Tiranë. Një konflikt në atë kohë që sipas dëshmisë Dashamir Xhepës kishte ndodhur pikërisht për konfliktet e pronësisë, nga ana tjetër e akuzonte kunatën e tij, e cila ishte e ve, pra Liria Xhepa në atë kohë rriste 3 fëmijë të mitur e vetme, mes tyre edhe Marius Xhepën, i cili tashmë është rritur dhe vijon të kërkojë pronësitë apo konflikte e pronësisë, e akuzonte Dashamir Xhepa në atë kohë kunatën e tij edhe se kishte lidhje me burra të shumtë dhe se po i hapte konflikte edhe me pronësinë. Tashmë që fëmijët janë rritur, duket se konflikti për pronësinë nuk është mbyllur ende dhe për pasojë i ka djegur edhe automjetet në oborrin e banesës, xhaxhait të tij pikërisht për këtë konflikt që policia dyshon se e ka zanafillën shumë vite më përpara e që për fat keq duket se nuk po shuhet dot ende. Çfarë pretendon konkretisht i riu në lidhje me pronat, apo detajet të tilla nuk janë sqaruar? Detajet tilla nuk janë sqaruar, për sa kohë ende nuk kemi bërë të mundur edhe kapjen e këtij të fundit, pra policia e ka në kërkim Marius Xhepajn dhe ky i fundit thot se xhaxhai i tij, Gëzim Xhepa, nuk i ka dhënë ende të drejtën që i takon si trashëgimtar i babait i cili ka ndëruar jetë disa vite më përpara. Por të gjitha këto mbeten për të përcaktuar më konkretisht edhe në momentin që Marius Xhepa do të arrestohet dhe do të jap edhe një dëshmi përpara oficerëve të policisë gjyqësore se cili është shkaku, është të vërtet konflikti i pronësisë që e ka dërguar që të bëj këtë akt, apo kemi të bëjmë edhe me një lloj, le të themi, hakmarrje për atë se çfarë ka ndodhur me nënën e tij disa vite më përpara, pra në vitin 2019. Megjithatë, Dafina, unë do ta shtoja këtu që Aida, ka bërë ndonjë denoncim më herët, është përpjekur i riu që të nisë një proces gjyqësor kundrejt xhaxhallarëve të tij për ndarjen e trashëgimisë? Në fakt, pa dashur që edhe të gaboj për të dhëna të tilla, nuk jam në dieni nëse ka patur apo jo një proces gjyqësor, pasi këtë gjë në fakt nuk e shpjegon as në deklaratën e tij Dashamir Xhepa dhënë përpara gjykatës, në dëshminë e tij dhënë përpara gjykatës në kohën kur është arrestuar. Pra duket sikur konflikti është mbajtur vetëm aty për aty mes familjes, pa nisur hallka të tjera gjyqësore, por ajo që doja të shtoja, Dafina, është se ne gjithmonë jemi ulur dhe kemi diskutuar se çfarë pasoja është sjell krimi në familje dhe çfarë fatkeqësisht të rinj të tjerë prodhon, dhe pikërisht këto janë pasojat. Pra në vitin 2019 kemi një jetë të marrë të një gruaje në një mënyrë krejt monstruoze, sepse në atë kohë trupi i Liri Xhepës u gjet në afërsi të varrezave të Sharrës apo në zonën e njohur si Kodrat e Sharrës, në një distancë jo të pakët nga banesa ku këta të fundit jetonin, dhe vrasësi, pra Dashamir Xhepa, kunati i
saj u gjet i arratisur dhe u arrestua në një hotel në Peshkopina atë kohë. Pra mënyra se si e kishte kryer krimin ishte tërësisht makabër dhe pa diskutim dhe për fat të keq edhe produkti dhe pasojat që lihen pas janë të tilla. Avokat, ju i shihni të lidhura drejt për drejt këto dy ngjarje? Vrasjen e nënës së tij në 2019 nga Xhaxhai, i cili është dënuar me burgim të përjetshëm, dhe sot një tjetër përplasje, por që duket e mbartur për shkak të pronësisë, mos pra pretendimit se nuk është dhënë trashëgimia e të atit? Kam përshtypjen që në këtë rast, kështu si paraqiti dhe Aida, kam përshtypjen që është pjesa e një hakmarrje të pjesës të ndjenjës së vet shpirtërore, por duke qenë se edhe xhaxhallarët e vet nuk është se po reagojnë ndaj këtij personi, tregon që është me të vërtet një konflikt i bartur dhe në kushte të tilla gjithmonë do pritet edhe pjesa kur ai ka me fjalë që t'japi atë dëshminë e vet, që të dalë i zbardhur si qyshtek përse ka bërë, se quhet në shkatërim proner kjo, nuk është se ka ndonjë vepër që ka ndonjë rëndes me gjithë kjo pozit, por që marrëdhënia e pronës e cila është cënuar, me fjalë zgjidhja vetme që mund të ishte dhe mund të bënte është që të nxirrin aktin e trashëgimisë dhe të vazhdonin procedurën për pjesëtimin e asaj pasurie të cilët trashëgohej. Por kjo zgjidhje unë e shikoj pak si një hakmarrje definitive. Pra më shumë se sa për pronën e shihni edhe në raport me atë çka ka ndodhur me nënën e tij? Më shumë e shikoj në këtë pikë, sepse duke qenë se edhe ai tashmë është rritur, ndoshta edhe në një ngacmim, dikush e ka vendosur në sedër, dikush edhe ndoshta është kjo pjesa ndoshta mund të ketë kërkuar edhe me fjalë për pjesën e pronës, dhe këta nuk reagojnë xhaxhallarët e vet edhe Marius Xhepa historikisht ka pretenduar se Xhaxhai i tij, konkretisht Gëzim Xhepa, t'i ketë kaluar ajo që edhe Dafina po përpiqet të thotë, pra pronësinë që aty pjesën e pronës që atij i takonte si trashëgimtari të jatit të tij të ndjer, ta ketë kaluar në certifikat të gjithën në emrin e tij duke e lënë pa pjesë. Pra, po të kuptojmë këtë. Kjo nuk është rasti i parë, ka shumë raste të tilla. Qartë, shumë raste konfliktesh Kjo është shumë e thjeshtë që përfundojnë deri në vrasje. Kjo është shumë e thjeshtë për të zgjidhur, kjo në anë juridike është, me fjalë pjesat akuse të cilët këta i kërkojnë një e pronar kësaj pasurie, me fjalë kjo është shumë e thjeshtë për të kapur juridikisht dhe më e mira e tyre do të ishte pjesa juridike. Tani këto konflikte janë në gjithë Shqipërinë, nuk është se janë vetëm në Tiranë. Të tilla raste kemi Mira me Sahat, kemi edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, që ndoshta në një moment të caktuar mund të shikosh edhe andea raste të tilla të cilët kryejnë vepra të tilla. Dhe jo më pak se sot, me fjalë deri më sot kemi të vrarë për pronat shumë njerëz. I verë është një bilanç lufte i tmerrshëm që kanë sjellë konflikte dhe kemi këtë situatë e cila me të vërtetë është shumë alarmante. Se zakonisht në këto raste kanë vepruar me një anshmëri gjitha ata persona të cilët pasi marrin këtë pjesën e AMTP-s e kalojnë të gjithë në emrin e tyre me ato miqësi dhe me ato ndërhyrje, duke qenë se prona në përgjithësi jepet në blok, duke marrë nga prindrit e tyre ata që i kanë marrë dhe familjarët e tjerë, duke qenë se kjo është në blok i bje pasaj që të përpjestohet për të tërë. Por kjo normalisht, derisa nuk është bërë, tregojnë që kjo situatë vazhdon dhe pretendimi ndoshta vazhdon. Po dhe hakmarrja është në mes, kështu që nuk është kaq e thjeshtë. Unë shikoj pak më shumë hakmarrje këtë pikë, sepse nëse ai do ndiqte një logjik të pjesës juridike për pjesën e pronave, do ishte shumë herë më mirë se sa kjo pjesa tjetër. Kështu që shumë mendoj. E qartë, Aida, 3 dhjetari është në kërkim, po ndërkohë Xhaxhai, pronari i 2 mjeteve të shkrumbuara tashmë, është marrë në pyetje, çfarë ka deklaruar? Patjetër, Dafina është një procedurë standarde kjo e policisë që të jetë marrë në pyetje dhe ka qenë edhe ai një nga personat i cili ka hedhur dritë dhe ka treguar se personi me të cilin unë kam një konflikt është pikërisht nipi i tij, Marius Xhepa,
i cili për shkak të pretendimeve të tij për pronën ka shkuar dhe deri në këtë pikë, duke treguar këtu edhe përplasje të tjera të vazhdueshme apo biseda të tjera të tensionuara që ka patur mes tyre, ku Marius Xhepa i kërkonte edhe pjesën takuese të pronës. Ndoshta është ajo e drejta ajo që avokati thotë, do të ishte e udhës që të ndiqej ana juridike, por e theksoi dhe e ritheksoi mënyra se si është vepruar me nënën e Marius Xhepës pikërisht nga xhaxhai i tij tjetër, ja ka shtuar atë ndjenjën e hakmarrjes dhe nuk do dhe nuk ka dashur që ta lërë thjesht me një anë juridike këtë pjesë. Pra, duket sikur më shumë është hakmarrje dhe mllef i krijuar ndaj fisit të babait të tij, sesa thjesht pjesa takuese e tokës. Një ngjarje e rëndë në fakt që rikthehet në vëmendje pikërisht pas incidentit të fundit. Do të kalojmë në një tjetër zhvillim. Një shtetas rus është marrë i pandehur për akuzën e kanosjes dhe kryerjen e veprave për qëllime terroriste dhe do të gjykohet nga gjykata e posaçme në Tiranë. Bëhet fjalë për Vladislav Urban, 48 vjeç, i cili rezulton në kërkim nga autoritetet shqiptare pasi u identifikua nga prokuroria si personi i cili 2 vite më parë alarmoi agjencinë lizbatuese për një bombë të vendosur sipas tij në aeroportin e Rinasit. Kërcënimi ishte dërguar përmes një emaili që pas verifikimeve rezultoi se dërgesa, pra emaili ishte dërguar pikërisht nga Greqia. Aida, çfarë ka ndodhur me hetimet në lidhje me këtë rast? Në atë kohë, në fakt, Dafina po e filloi aty ku ju e lat, Prokuroria e Rretit Gjyqësor Tirana arriti të zbulonte përmes hetimeve se emaili i cili morriti për alarmin për bombë të vendosur në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit të kishte ardhur nga Greqia dhe të lokalizoi përpasoi edhe porosici apo personi i cili e ka dërguar këtë email, që ishte 48 vjeçar i rus. Në atë kohë, policia greke, autoritetet greke arrestuan të fundit dhe në momentin që do të gjykohej, ai arriti të aratisej dhe të shpëtonte drejtësisë dhe nga aratia tashmë shtoktuar dhe të dhënat e reja të hetimit është vendosur që kjo çështje t'i kaloi për kompetencë, duke qenë se kemi të bëjmë me një akt terrorist ndërkombëtar, t'i kaloi për kompetencë prokurorisë posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, ku kjo e fundit ka marrë të pandehur 48 vjeçarin rus, duke kërkuar edhe informacione shtesë për të shkuarën e këtij të fundit patjetër, që janë një të pakta rastet në të cilat Vladislav Urban të ketë tentuar dhe të ketë qenë pjesëmarrës në akte të tjera terroriste, dhe mbetet për të parë se çfarë do të zbulojnë hetimet dhe a do të mundet që të arrestohet ky shtetas dhe përveç se të arrestohet, të ekstradohet dhe të vijë dhe prokurorisë posaçme shqiptare për të mësuar se cili ishte qëllimi dhe nga ku mor porosia që ky i fundit të ngrinte alarmin për bombë dhe në fakt alarmi i cili nuk ishte as pak falsë, sepse në atë kohë policia dhe forcat gjenerike shqiptare arritën të gjenin edhe sasinë në aeroportin e Rinasit, por që fatmirësisht nuk u bë i mundur shpërtimi për të shkuar në një tragjedi ndoshta, sepse patjetër që akte të tilla terroriste kanë edhe për qëllim që për masën njerëzore që targetojnë të mos jenë për masa të vogla, por të jenë për masa të mëdha. E tashmë edhe për të parë se deri ku do të shkojnë dhe sa do të arrijnë autoritetet tona, tashmë prokuroria e posaçme për të zbuluar më shumë dhe për të arrestuar këtë person. Në fakt, sipas informacioneve të paktën që i kanë ardhur autoriteteve shqiptare, përgjigjja e partnerëve për 48 vjeçarin Urban, ndërsa ishte mbajtur në arrest në burg dhe pasi ishte dënuar nga drejtësia greke, ja kishte dalë të largohej të arratisej. Pra, sot ende nuk dihet vendodhja e tij. Ju si e shihni këtë rast? Sa e mundur do të jetë, ndoshta edhe për shkak të precedentëve të mëparshëm penale, do të mundet Shqipëria ta ekstradoj pas arrestimit në një shtet të caktuar? Shikom, para një që kjo është një vepër penale e kryer në shtetin grek dhe normalisht ai është dënuar sipas legjislacionit në vendin për të cilën e ka kryer veprën penale. Por që duhet parë pak me ftohtësi
se kur rrafin këto element të cilat pa dalë të ka pjesa që do kapet apo s'do kapet është një marrëdhënie tjetër, ai mund të ketë shkuar dhe në Rusi dhe e ka mbyllur ciklin, që s'ka për ta kapur kur. Nuk ka asnjë mundësi ta ekstradosh. Ekziston probabiliteti zero, por që ajo për të cilën është që nëpërmjet atij emailit, me fjalë ai ka hapur një dezinformim apo atë pjesë për të cilën mendohet që ka hapur që do të ketë bombe tjera. Me fjalë kjo në përgjithësi sipas legjislacionit shqiptar është klasifikohet në disa element të veprave penale. E para është përhapja e informatave të rreme që shkaktojnë panik, pra është në 267, që është me gjop deri në 2 vjet, në fakt, kjo që e kap. Është përdorimi i thirrjeve emergjente. Kemi kallëzimin e rem, të kjo pjesë, nëse do të fillonim ne dhe ky person do të ishte këtu. Kemi shkatërimin e qetësisë publike, që ka krijuar atë kaos atje. Kemi dhe veprime që pengojnë sigurinë e transportit ajror. Pra janë disa element në vepra penale të cilët në bazë të legjislacionit shqiptar ky hetohet dhe mund të kalojnë në një proces të tillë. Por që gjithsesi me fjalë, për mendimin tim, kjo është një vepër penale e kryer në Greqi. E gjithsesi, kolegja bëri me dije se në aso kohë u gjet një sasi e konsiderueshme lëndë eksplozive në ambientet e aeroportit. Për pjesën e asaj të cilët është gjetur, me fjalë unë nuk është se kam një informacion shumë të plot për atë, por në rastin që ajo është gjendur dhe pra këtu bie ajo akuza për hapje informacionit të rreth. Shiko, tani ka të bëj ky apo s'ka të bëj ky? Me fjalë kjo vepër penale Mund të jetë edhe rastësore. Mund të jetë edhe krejt rastësi, me fjalë Jo një lidhje drejt për drejt. Me fjalë kjo duhet parë. Dyta pastaj, nëse është bërë analiza e kësaj lëndës plase, që është me të vërtetë kjo lëndë plase apo jo, sepse edhe ka dhe raste të tilla që mbushen me... Po patjetër, pastaj këto detaje nuk dihen, no? Domethënë pas emailit është gjetur një send dhe pastaj se çfarë ka rezultuar nga hetimet, patjetër që nuk është bërë me dije edhe nga autoritetet tona, ëh. Pikërisht pra, për këto e kam Aida, sepse nëse do të ishin gjetur disa element dhe aq më tepër media atëherë do ta ngacmonte dhe do të vazhdonte çfarë ishte ky element i cili u gjend në aeroportin e Rinës. Por që për sa i përket këtij rasti, kjo vepër penale, për sa i përket këtij... Duhet harrojmë këtu që shpeshherë edhe nga informacionet e tilla patjetër që dhe autoritetet për të mos përhapur panik shpesh dhe kur nuk vetëm nëse rrezikshmëria është shumë e lartë, patjetër që ka edhe një lloj distancimi për t'i bërë publik disa vendosen disa filtra për atë që përcillet si informacion publik. Shiko, ka disa elementa Aida të cilat për këtë që po e them unë edhe këtë që preket ju, tani po ta them pak me të përmbledhur, policia në aeroport ka një detyrë të kontrollojë dhe të mbikëqyri të gjithë veprimtarinë e atij aeroporti. Pra, po shikosh sot në aeroportin e Rinësit, me fjalë aty shikon sot edhe policë me qenë, të cilët bredhin në raste të caktuara. Ashtu siç janë edhe në aeroportet të tjera, po për sa i përket aeroportit shqiptar nuk mendoj, nuk e di se sa mund të jetë, por mendoj që nuk e ka të kontroll siç mund ta ketë një aeroport tjetër i risku të veçantë, për shembull siç mund të jetë Sicilia, për shembull, që kalon në disa filtra të çuditshëm që aty kontrollohesh. Ndërkohë që këtej është e njëjta praktikë siç janë në vendet europiane. Pra, janë disa gjëra, nëse ka me të vërtetë risk me të vërtetë ky aeroport, patjetër do të ketë masa të sigurisë veçantë, edhe ndoshta dhe ajo që ju thatë që nuk e bën me dije për arsye sepse nuk kanë dashur të përhapin panik. Por nëse kemi vetëm në shkakun e këtij emaili që ky person e ka njoftuar, mendoj që duhet parë një analiza e këtij emaili si është dhe në qoftë se ky person në atë kohë ka nisur këtë email, është dënuar nga autoritetet greke, është kapur, është hetuar etj, kam përshtypjen që edhe shteti shqiptar mund ta kërkonte që ta transferonte në Shqipëri. Mirë, po ne nuk kemi ligj me Greqinë. Ju arratis Greqisë në atë kohë. Shiko, dhe ndërkohë autoritetet greke në atë kohë thonin që ka bërë të njëjtën gjë edhe ndaj institucioneve të rëndësisë së veçantë në mund të jetë një psikopat, shiko Aida, ky mund të jetë një skizofren, edhe s'ka lidhje fare me këtë histori.
Prandaj them që kjo vepër penale është kryer në Greqi dhe duke qenë në Greqi i përket pjesës të referencës që është pjesa e kompetencës. Po pra po, ju thoni Greqisë, po SPAK nuk do të ishte angazhuar nëse nuk do të ishte një rrezik. Kemi raste që ne nisim edhe hetime kryesisht. Unë di raste që ne nisim, për shumë ngjarje ka ndodhur në Greqi, ai e nis edhe këtu. Ndërkohë që atje mbaron dënimin, mbaron gjykimi, këtu vazhdon akoma masa e gjykimit. Nuk na kuptuat. Pra, Prokuroria e Tiranës ka bërë hetimet e veta dhe ja kaloi dosjen prokurorisë së posaçme. Domethënë, pse duhet të ndodhte ky kalim? Shiko, a është pjesë e kompetencës për këto vepra penale të terrorizmit i kapë... Nëse do të konsideroj që ishte ezauruar me dënimin në Greqi, pra ka element të tjerë... Nuk kemi një person të piketuar... Në raport me rrezikshmërinë që paraqit... Shiko, ajo ka qenë një dosje pa autor, pashka se është regjistruar, por në fjalë aty nuk është ditur akoma që erdhi informacione nga Greqia, apo lajmëruan nga Greqia, apo... Me fjalë, kemi një lloj informacioni për bomë. Të gjitha avokatë që në atë kohë. Po nuk u kapë pjesa greke, Aida, shiko, unë futa pak edhe për shikoja për këtë rast. Autoritetet shqiptare arritën të gjenin se është pikërisht ky 48 vjeçar ai i cili ka dërguar emailin. Shiko, të vendosej bomba, një person i cili vendos bombën, të ecim tamam logjikisht, me fjalë dhe ajo e pjesa e eksperiencës, një person që vendos bombën nuk lajmëron. Për qa e vuri? Ma kuptove? Kështu që janë disa gjëra që duhem parë dhe në këtë pikë, dhe po të ishte një person ka që i rrezikshëm dhe në Greqi, ai nuk i jepe i leje dhe nuk e linin fare të largoheshin. A është arratisur pra? Nuk është arratisur. Edhe në Greqi ekziston forma e pjesës së leje, se shërbim pasi dënohesh, e merr një javë leje, 2 javë leje, i merr atje. Me këtë rast ai mund të ketë shfrytzuar. Dhe kjo quhet arratisje. Ai nuk është kthyer më dhe është qytetur i larguar. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, pas pak do të ndalemi me zhvillime që lidhen me SPAK. Sot është paraqitur, ishte dita për detyrimin e paraqitjes së zotit Berisha, lideri i Partisë Demokratike, dhe sot ka bërë me dije se i ka lënë shënimin e radhës së kreut të prokurorisë së posaçme Dumani, duke u fokusuar se sipas Berishës, amnistimi i krimit elektoral është atentati më i rënd ndaj zgjedhjeve të lira. Pas publicitetit ndalemi tek ky por dhe zhvillime të tjera që lidhen me strukturën e posaçme.